Rreth 200 gram lëndë plasë janë vendosur në derën e jashtme të një banese në lagjen Partizani në qytetin e Vlorës. Sipas hetimeve paraprake, mjeti shpërthyes ishte vendosur në pjesën e jashtme të derës, ndërsa ka shpërthyer rreth orës 23:38 minuta të mbrëmjes të shtunës duke u kthyer diela, duke shkaktuar dëmtime materiale në hyrjen e apartamentit. Banesa i përket Bakie Zotos, nënës së Gentian Zotos. Burime nga grupi jetimor bëjnë me dije se në hyrjen e pallatit nuk ishte kamera sigurie, por policia ka sekuestruar pamje nga kamerat e bizneseve dhe ambienteve përreth me qëllim identifikimin e autorit. Lidhur me ngjarjen 7 persona u shoqëruan për të marrë në pyetje, por më pas janë lënë të lirë. Vetë Bakie Zota i ka deklaruar se nuk kam dieni pse mund të ketë ndodhur kjo. Jetoj e vetme dhe nuk kam konflikte me askënd. Asmëria ndonjë, tut janë ndonjë tua. Me kë jetoni këtu? Vetëm ja. Po ku ka ndodhur ngjarja? Në çfarë? Në 12 kaca. Erdhi policia? Po. Ishin këtu me mua gjithë. Keni pasur dëme përveç se derës? Jo. Vetëm këto, kjo po? Ishte shpërtimi i fuqishëm? E dëgjova më shumë botim. Ty. Përveç se derës nuk pati dëme tjera. Jo. Juve si u quhen? Deri kësaj. Juve si u quhen? Bakie Zota. Keni pasur konflikte ku keni punuar para? Jo, fare asnjë gjë. Po çfarë Ka mendoni? vite këtu ndaj. Po çfarë mendoni që mund ta kenë bërë? Nuk e di. Unë si gjë fare. Jam habitur dhe vet. Nuk e Dëme di. tjera këtu që pas ka bërë goxha dëm. Po tash Ndërkohë sipas burimeve policore, dyshohet se shpërthimi mund të ketë qenë një mesazh për djalin e saj Gentian Zoton, i cili ndodhet në burg dhe është dënuar me 35 vite heqje lirie për një atentat të ndodhur në vitin 2019 në lungomare të Vlorës. Hetimet për identifikimin e autorëve dhe motivet e ngjarjes vijojnë.